3 shenja të cilat nuk duhet të anashkalohen nga një mashkull i ri. Çdo ulje dëshirës seksuale, do të thotë mungesë fantazive seksuale, flet që mund të jetë njëri prej faktorëve i cili tregon se mund të ketë edhe ulje të prodhimit të testosteronit, gjë që nuk duhet të anashkalohet te një mashkull. Fakti i dytë, i cili nuk duhet të anashkalohet, është dhimbja në rezionin skrotal, do të thotë në rezionin e testisëve. Çdo dhimbje ose peshë e cila ndihet në një anë, më shpesh në anën e majtë, të testisëve duhet i lajmërohet mjekut i cili duhet të ekzaminojë mashkullin. Fakti i tretë është rritja e gjinëve, ose në mjeksi që njihet ndryshe si ginekomasti. Çdo rritje e gjinëve në pubertet të një djalë i ri duhet të kërkojë ndihmën e mjekut, që të evaluohet dhe të ekzaminohet ku është burrimi i problemit. Zakonisht mund të jetë gjë që ndodh në pubertet, por mund të jetë edhe një gjendje që është më serioze, që mund të jetë edhe gjenetike.